Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të përqendrohemi së bashku për të mësuar frutat në gjuhën angleze. Pa humbur kohë, fillojmë me mësimin. Fruti i parë që do të shohim në mësimin e sotëm do të jetë molla. Për mollën në anglisht mund të thuash apple. 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 Banane. Banana. Banana. Portokall. Orange. Orange. Dardh. Pear. Pear. Pjeshk. Peach. Peach. Kumbull. Plum. Plum. Kajsi. Aprikot. Aprikot. Rush. Grape. Grape. Qershi. Cherry. Cherry. Lule shtrydhe. Strawberry. Strawberry. Mjeder. Roseberry. Roseberry. Boronitz. Blueberry. Blueberry. Manafera. Blackberry. Blackberry. Kiwi. 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 Ananas. Pineapple. Pineapple. Bostan ose shalqi. Watermelon. 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 Limon. Lemon. Lemon. Mandarin. Tangerine. Tangerine. Pepper. Melon. Melon. Dhe fruti i fundit, domate. Tomato. Tomato. Tani shohim disa shembuj së bashku duke përdorur frutat. Për shembull, nëse ke dëshirë të thuash në anglisht unë ha një mollë çdo mëngjes, mund të thuash I eat an apple every morning. I eat an apple every morning. Më pëlqejnë pjeshkët. I like peaches. I like peaches.
I like peaches. Të pëlqen rrushi? Do you like grapes? Do you like grapes? Do you like grapes? Un kam 2 portokaj. I have 2 oranges. I have 2 oranges. I have 2 oranges. Ne blejmë lule shtrydhe. We buy strawberry. We buy strawberry. We buy strawberry. Dhe shembulli I fundit, unë dua një dardhë, në gjuhën angleze mund të thuash I want a pear. I want a pear. I want a pear. Këto pra miq ishin frutat në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë I vlefshëm. Faleminderit që ishit këtu dhe sigurisht shihemi në videon e radhës. Goodbye.